Fillo ti. Pse u, voli ti. Po fillo ti. Ti, pse u? Kemi ftuar tash. Voli vetë, që të Po fol ti. Fillo ti. Po është shtëpi, është shtëpi. Jo, re, ta kisha kuptuar unë qa. Është piktore. Piktar? Nuk i flasë këti. Pse? Sot është piktar, nesër bet kryeministër, kjo meret vesh. Ri vlla. Kam vlla. Qa lidhje ka? Diti kush është kryeministër? E di. E di. Apo se di. Mimi se fi. Jo. Filloj unë, dakord. Hello. Nasi. Unë jam dhi. Shumë mirë ke bërë. Jo, jam Dimitri. Shumë mirë ke bërë. Unë në këto studio do të hap një ekspozit me punimet e mia. Është që fantastike, avangarde. Do të hap, do të përcas me misa. U qa me kisa. Do të vras me misa, me kisa. Shta me lule thamoza? Aha. Tani fillojmë. Jemi pra këtu në radio televizionin e ka mundësi të na tregoni si e keni emrin? Mua mund më thërrisni, si është artist. Që ka artist? Artist si ne. Edhe ju artist? Që nga në dhe nënda. Unë jam artist avantgard, po ju çfarë artisti jeni? Unë jam nga Gogola si. Shumë mirë. Qa shumë mirë, artist ka qenë, tani është bërgo, goxha prezentuesi më radio. Kam qedhi mo, nuk jam medhi mo, s'ke fajti se kur martove motrën ti. Kur martove ti motrën, që se ke dhe motrë ta me kërna babaj. Unë të erdha zotrote për të kënduar. Nuk këndova, po me njofët të tëra, ma. Tuta ka, mbaj e mente që bërë. Vazhdojmë prapër, ju që jeni kur... Qa janë ere? Jeni kurios të dini më shumë për në thoni më tepër, në i punim tëndin, mund të kësil në i punim tëndin? Unë sot të kju për t'ju nderuar juve, kam sjell një punim timin, është punim avantgard, punim që ka fituar çmimin e parë në Bienalen e Hong Kongut. Ai ka fituar çmimin prej 50.000 eurosh. U vra me kisa, të hap të godas me misa, u qa me kisa, me fisa. Ish me Putin t'ja jari? Aha. Ta vëm në tavolin. Krye vepra madhështore, art kontemporani. Kjo është krye vepra ime avantgarde, që quhet tranzicion. Transmision? Tranzicion. Ta kam futur, la. Që e ka emrin Halere? E njohëm të. Që është kjo kështu? Kjo varet në çfarë këndvështrimi, a she? Po ta këndvështrimi, ja mirë duket kjo. Pas ka bërë shumë. Po bratë punësh? Jo. Pas ka bërë shumë punë me këta. Kjo bën 50.000 euro? Kjo bën? Po kjo bën aq? Ju në çfarë këndvështrimi, shikoni. Si e shoh une? Po. Këtu është si flosur një. Po kjo përdojnë është vepraki. Kjo është krye vepra ime, është krye vepra. Po që krye vepra kam dhe unë një si kjo shpirë. Po unë e kam nga ato këshu që turka, alla turka, që ulesh këshu. Jam në toilete. Kjo është mentaliteti shqiptar. Ka ikur koha Michelangelo, se Da Vinci, e Dali, Dalinda, se jama te jama. O jemi kantar.
Kjo është kërri e vepër, kjo është art kontemporan, është modern me kohës, me misa. Kape një limon atë, kape një limon. Kape një, a më se përbëket. A se përbëket. Qa më se vete? Më zhvil se që par lama, më zhvil. Po flet për artin. Qa arti a i deshe dha ty ti, tha. E zuri më duke. Po pse ky është arti? Është arti modern, është arti kohës. Qa arti kësër, arti kësë, jo për arti mondit dhe i gjiku. Ja do arti, kam edhe unë një vepër arti këtu. Është avantgard. Ja urdhërë. Ja ku i ke, shikoj mirë, ti lash këtu. Qa është kjo vepër arti, dhe kjo? Po, kjo quhet 1997. Po pse kjo? Se 97 në lanë vetëm e breko, vla. Ja ku është. Do arti. Jepi 50.000 euro, Ne 50.000 euro, po. Është impresionuese. Qa impresionuese? Është avantgard. Po, e zuri prap më duket. Je artist apo si artist? E zuri këtë. Artist kontemporan. Po pra, morve që artist ka mundësi tani na thush dhe që më shumë për na nxine pa tjetër çaj janë këto gjëra kështu. E zuri këtë. Kjo është artim, kjo është art me misa, me kisa. Mosere. U qa me thisa, do të hap, do godas, me misa. Qa kere, vla? Po, ishim këtu në emisionin tonë. Na.